Bashkia Roskovec ka nisur ndërhyrje për mbrojtjen e tokës bujqësore përgjatë lumit Seman. Brenda argjinaturës së lumit ajo po mbjell fidan eukalipti, me synimin për të krijuar një zonë të pyllëzuar që do të ndihmojë në frenimin e erozionit dhe në stabilizimin e tokës nga përmbytjet. Kjo ndërhyrje vjen si një përgjigje ndaj dëmeve të shkaktuara gjatë sezonit dimëror, ku prurjet e larta të lumit Seman kanë sjellë përmbytje dhe gryerje të konsiderueshme të sipërfaqeve bujqësore brenda argjinaturës. Specialisti i mbrojtjes së tokës bujqësore Agron Dardha u shpreh se kjo një nga masat për të rritur sigurinë e zonës dhe për të mbrojtur tokën bujqësore. Tu jemi në shtatin e lumit, ku ne kemi bërë Bashkia Roskovecit ka për një investim për mbjelljen e pemëve të tipit kolips, lindur nga nevoja që kemi pasur ndër vite, që lumi gjithmonë ka ardhur në krahun ton duke e gryer tokën bujqësore. Dhe ne kemi bërë një mbjellje të kolipsit këtu për të lidhur pemën me tokën, që lumi kur vjen mos ta gryejë me skemën e shtatit lumit. Për të shmangur erozionin. Edhe erozionin. Kështu që këto kushte në këtë sipërfaqe që kemi bërë rreth 70 mbjellje, 70 pemë ekolips, të cilat janë të domosdoshme për këtë territor, dhe shpresojmë që na bëhen mirë. Fal investimit që bëri Bashkia dhe kryetari i Bashkisë. Do vazhdoj ky investim? Shpresojmë për vitin që vjen të bëjmë edhe një pjesë tjetër nga krahu tjetër i stacionit, që të vejmë mirë shumë. Keni shpresë se do të funksionojë? Patjetër. Sepse ka pjesë në këtë territor, edhe në territorin tonë, që ka pemë ku lumi nuk ka bërë gryerje, për shembull, fakti është ai brez atje, që nuk ka bërë gryerje lumi, sepse pemët pengojnë lidhin tokën me pemën dhe nuk ka gryerje. Kjo ka qenë zonë e zbuluar dhe ndodhi edhe fenomeni i tillë. Është një sipërfaqe brenda argjinaturës lumit. Brenda argjinaturës lumit është një sipërfaqe që dikur ka qenë pyll në një gjerësi të caktuar, 25 metra, nga rruga këtu dhe ka qenë nga Belina i thoshin deri në Arapa. Zonë e pyllëzuar. Zonë e pyllëzuar ka qenë në atë kohë. Por vitet bën punën e vet dhe njerëzia bëri gabim. Kush e shpyllëzoi? Këtë mund ta them dot se s'kam qenë. Realisht toka është ndarë nga ligji 7.501 brenda argjinaturës? Ky territor që them unë nuk është ndarë me asnjë lloj ligji. Quhet pyll. Faleminderit. Përballë përmbytjeve të përsëritura dhe gryerjes së tokës bujqësore nga lumi Seman, Bashkia Roskovec ka ndërhyrë në argjinaturën e lumit Seman për mbjelljen e pemëve si një zgjidhje efektive, që synon të krijojë një mburojë natyrore kundër erozionit për të përballuar forcën e lumit, ka theksuar specialisti i sektorit të mbrojtjes së tokës bujqësore Agron Dardha. Sipas tij, mbjellja e pemëve shihet si një hap pozitiv për mbrojtjen e mjedisit dhe një zgjidhje afatgjatë për të garantuar sigurinë në tokat nga gryerja e lumit Seman për dimrin që vjen dhe në vazhdim.